situatën që është sot, sidomos që është sot Partia Demokratike, edhe situatën politike që është sot, gjithë politika shqiptare, unë besoj dhe uroj që vazhdimësia është sot është gjëja më e mirë. Që do të thotë Berisha në krye të Partisë Demokratike? Po pra, këtë po them. Po pra, vazhdimësia. Vazhdimësia. Është e qartë dhe është shkoqur. Unë besoj sot fort që për të mbajtur Partinë Demokratike, jo siç është sot bashkuar, për ta bashkuar akoma dhe më fort. Edhe me ata pak elementë që ndoshta mund të jenë jashtë, që janë të djathtë, por që kanë nevojë për të integruar Partinë Demokratike. Unë besoj sot që gjë më e mirë për Partinë Demokratike që edhe mandatin e ardhshëm të vetë kemi një vazhdimsi të lidership Partisë Demokratike. Thon kjo, ajo që konstatoj është që nevojitet, me thënë drejtë, që trupa drejtuese pastaj, siç është Këshilli Kombëtar dhe Kryesia, patjetër të jetë një gëshetim sa më mirë i vlerave aktuale, të atyre që kanë realisht, që kanë dhënë kontributet, që kanë punuar, po edhe me vlera të shtuara, shtesa, shoqëria civile, nga njerëz të rinj, jo të rinj thjesht në moshë, është bërë mod kjo i ri, por ata të rinj të cilët kanë mundësi dhe kanë hapësirë edhe që nuk kanë qenë të evoluar më parë në politikë, të bëjnë një gëshetim, normalisht kemi një përfaqësim sa më të madh dhe sa më të gjerë të elektoratit shqiptar, që në fund fare çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë ta gjej veten në trupën e re drejtuese që nuk është thjesht lidershi i Partisë Demokratike, për cilën thash, unë uroj dhe besoj që do të jetë në vazhdimsi, por anën tjetër dhe të gjithë ekipi drejtues që është Kryesia dhe Këshilli Kombëtar, pasi ata janë nesër sot në opozitë, por nesër janë trupa drejtuese qeverisë e nivelit më të lartë mundshëm e qeverisë së ardhshme. Nuk është thjesht gara se kush do jetë